بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vazhdojmë tek kapitulli I pastërtisë, ashtu siç kemi nisë para një kohë, dhe kem arrit tek tema e guslit. Fjala gusl është në aspektin shariatik, në aspektin fetar. Neve si shqiptar, si musliman, thuj edhe komunitetet tjera e përdorin zakonisht fjalën gusl. Edhe pse është term shariatik ose arabisht, mirë po, musliman për shkak të lehtësimit dhe me kanë ma afër me temën dhe me praktiken, po edhe zatën me kalimin e gjeneratave si musliman, disa terme jenë vetë njëjtë. Disa terme jenë vetë njëjtë. Qysh I kemi hazu prej shariatit, nuk I kanë ndryshuar hiç. Pra jenë shqiptarizu. Edhe fjala gusl, krejt musliman me vetë. Çka është gusli? Thotë po, gusli është pastrimi. Tani, të kanë situata kështu. Është me rëndësi me bën një dallim. Që fjala gusl në shariat është shumë më e thjeshtë se sa fjalën gusl që përdoremi na ose pastrimi që përdoremi na për dishmërinë tonë. Nëse pyet një musliman që falet që një kohë, çka është gusli sipas teje? Thot gusli sipas meje thotë është një pastrim specifik kur njeriu është xhunub e duhet me kon kështu, duhet me kon ashtu, e që ka për qëllim atë guslin shariatik kur njeriu është I papastër ose është xhunub. Ndërsa në kontekstin shariatik, gusli është veç pastrimi. Po s'ka nevojë ato detajzimet më të thella. Andaj ulemoja kanë thonë, çka është gusli? Thonë gusli në gjuhë, fjala gusl, gjuhësisht I vjen me shtu ujë, me gjuhë ujë. E merr do ujë dhe e hudh dikon. Që kjo është gusl gjuhësisht. Kurse në terminologji, në përdorim të fesë, thotë është me e përfshi ujë krejt trupin. Pra një njeri ka kalu pran lumit ose pran bazenit, edhe gjuhët në bazen, me njetë për me lak trupin. Qa ka bo qykë? Ka bo gusl. Pse? Sepse gusli shariati çka I vjen? Me lak krejt trupin me ujë. Kaq. Ndërsa, në praktiken shariatike, a është veç kaq? Thuje se po. Në praktikën shariatike, a është veç kaq? Thuje se po. Pra nëse njeriu ka me njet, me e hjek ndjes, ose me hjek gjënë pllokun, ose me hjek ma pastri, dhe gjuhët në ujë, dhe është lak kej trupi ti. A ka bo gusl? Ka bo gusl. A është I pranum të Zoti? Thuje se është I pranum të Zoti. Kur na vjen neve pjesa numër 3, që flitet për çysh është forma e guslit, keme marrë që ta. Pra, pse e godita këtë temë kështu? Por me sharu se nga një herë në gjuhën tonë kur të ndëgjoj musliman të folë për guslin, I doke si një temë që I ka detajzime. Është të vërtetë që gusli ka detajzime. Po gusli shariatik në kuptimin e gjuhës, kuptimin e praktikës, është thjesht me lak çdo pjesë trupit me ujë. Ç'kjo është ka në gusl. Tani, a është kusht bashkë me pastrimin e krejt trupit me bë fërkimin? A është kusht bashkë me lagën e krejt trupit me pas njetin? A është kusht bashkë me pastrimin e krejt trupit me pastru gojën edhe hunën se këto nuk lagen kur gjuhet uji ose kur hudhet uji në trup? Këtu janë debat mes dietarëve. Për ndryshe, fjala gusl çka I vjen? Lagja ose larja e krejt trupit me ujë. Kaq. E që kjo shprehje gusl, qysh përkthehet në gjuhën tonë? Fjala pastrim. Pra njëri kur thot gusl, ka thon pastrim. Kaq. S'ka nevojë ndaj detajzim tjetër. Kurse këto që I përmendna, fërkimi, shamponosja, fërkimi çdo pjese, depërtimi kështu I mjekrës ose fërkimi kështu I kokës, që thënë tahlil, pra me depërtu mirë, me vërtetu çu depërtu mirë sana, këto janë gjëra shtesë që për këto ulemoja kanë folë, a janë obligim gjitha, a janë obligim vetëm disa prej tyre apo s'janë obligim hiç. Sepse te disa ulema gjitha këto që I përmendën përveç dietës s'janë obligim hiç. Mjafton veç u lak trupi edhe kaq. Pra a kupton sa I thjeshtë gusli? Kaq është I thjeshtë. Pastaj kemi emrin ose termin gjenabet. Pse ose gjunub? Pse mu përdor ose mu përmend fjala gjunub këto? Sepse ajo që më shumë ti e detyron guslin kush është?
qeni gjunub, sepse njeriu i cili ka punu, ka derë njerës, i vjen era për zomi kushtimisht. Që ky njeri nëse nuk merr gusël, merr veç abdes, a i pranohet namazin? A i pranohet abdesi? Po, normalisht nuk është mirë, se njeriu kur del para njerit ka qenë posterin e mirë, e lemo para Zotit namaz. Nuk ka mirë? Mirë po, a e ka detyrim paqare me ula krejt? Nuk e ka detyrim. E kush e ka detyrim paqare? A i që gjunub? A i që gjunub, a i nuk mundet as më falë, a i nuk mundet as me hinë xhami, a i nuk mundet as me lezu Kur'an. Apo? Që kjo ka paqare. Andaj, qenit gjunub, ose termi gjunub njëve na him pun këtu, sepse ka të bëjmë me guslin direkt. E qka është fjala gjunub? Fjala gjunub i bjen me largu. Gjusisht. El bu'du kanë thonë, largimi. Në sharia që i bjen, gjunubluku është dalja e spermes, ose intimiteti, fërkimi, bashkimi i dy organave gjenitale, e që janë shkak por epshin ose por daljen e spermes. Çto dy fenomene. Fenomeni i daljes së spermes me kushtin e vet. Sepse na vjen neve debati. Se ka njerëz që janë smut der sperma pa epsh, pa dëshirën e tij. Është pyetje smunja, është pyetje lodhje, është pyetje ngarkesa fizike. Njerëzit provohen forma ndryshme në aspektin fizik. Ulemai kanë pas parasysh. Dhe gjithashtu intimiteti, me ndodh intimiteti që është i qartë tek njerëzit, tek lloji njerëzor, sepse jo çdo fërkim, jo çdo afrim e shkakton gjunubllokun. Njëna prej këtyre dyja që përmena e bën shkak që njeriu më vojë. Pra po kthehemi po përsërisim. Çka është gjunubllëku? Gjunubllëku në aspektin gjuhësor i bjen largim, kurse në aspektin praktik shariatik i bjen çdo njeri që ka pas intimitet me bashkëshortën e vet ose ka dalë sperma pa pas intimitet, çdo dy raste që ky njeri bëhet gjunub. A kupton çka është gjunubllëku? E tani Lembaja ka thonë, e pse fjala gjunub i bika largim? Ka thonë sepse njeriu kur është gjunub është larg. Pra nuk mundet as me javit namazit, nuk mundet as me afru xhamis, nuk mundet as me lezu Kur'anin, i bie që në gjendjen e gjunubllëkut duhet me u largu prej çdo gjona. Ashtu kështu? Prandaj ka marrë amnin largim. Pika numër 3 që është për gjëra mas me rëndësi, dhe temën e guslit. Dhe kjo është arsyeja pse kem zgjedhur në këtë formë të leximit ose këtë formë të librave, sepse ulemaja në libra me dhjetra e me qindra bojnë shpjegimin e guslit gjithë secilin në formën e vet. Po kjo formë që menuar është më e lehtë sepse bën lloj pyetje dhe përgjigje, lloj paragrafi. Dhe ka titullu cilat janë gjonat që nëse që ato gjona ndodhin, njeriu do të mulla. Njeriu do të marrë gusull. Nëse s'merr gusull, bëhet njeriu gjunaqar. Cilat janë ato gjona? Tani përmenen veç e veç. E para prej tyre është nëse del sperma nga njeriu, qoftë mashkull ose burr, qoftë zgjut ose ngjum, me dy kushte. Tani dul gjatë. Pika numër 1 që e detyron njeriu, gru ose burr, me u pastru, është çështja e daljes së spermës. Spermaja e kem përmend kur kem fol por çka është pastërti, çka s'është pastërti, është një lëng që ekziston te njeriu. Allah i madhruar na ka përmend Kur'an që sperma prodhohet, krijohet tek mashkulli në mes të shpinës dhe gjoksit të tij. Bejnë sulbi o të raib, thënë Allah në surën Tarik. Dhe ky lëng ka debat me ulemanëve. A është i pastër, a është i ndyt? Shumica mendoj se është i ndyt. Na kem fol atje kur kem fol, por gjërat e pastër dhe ndyta kem fol që menimi i saktë është se sperma është e pastër. Mirë po, shumica ulemave e konsiderojnë spermën si si të ndyt. A kanë argumente? Kanë argumentet e veta dhe një numër i tyre ulema kanë vazhdu me mendimin e
ulemave hoxhallarëve të vjetër me argumente përgjithshme. Ndërsa disa dietarë bashkëkohor mendojnë se edhe në aspektin e biologjisë dhe në aspektin e hulumtimit kimik e kanë gjetur që sperma është prej ujrave më të pastër që ekziston këtë gjithësi. Madje më i pastër se sa uji i shiut. Andaj ka thonë nuk kemi ndaj arsye shariatike të qartë që sperma me konsideru të ndytë. Pse pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka hjek kur ka prek dikun prej tesha ose ngjajshme, ose Aisha radhiyallahu anha që ka thonë ku ka qenë e tharë ose e tërë, që thojmë na e kem gërridh, ku ka qenë e lakt i kem gju ujë për me la, thojnë është arsyeja e gërditjes, është arsyeja normale natyrshmërisë me pasur, por ndryshe nuk është që është e ndytë. Tani, tema që jemi në i është, nëse, ulemaja thonë, nëse dalja e spermes del pej njeriut, me dy kushte, duke qenë individi me epsh, edhe duke qenë dalja e spermes me fuqi, që të jënë dy kushte që ky njeri bëhet gjunub, dhe që ky njeri që ka dalë sperma në kësi forme pej ti, duhet më ula, duhet më bë pastër. Sepse neve cilën pikë jemi, cilën temë jemi, gjërat që nëse ndodhin, e obligojnë pastrimin, e obligojnë guslin, sepse na jemi të vërë për guslin. Cila është e para që e obligon guslin, ose na detyron më pastru, është dalja e spermes. A veç dalja e spermes, apo dalja e spermes me fuqi edhe me epsh, ka dy menime me ulemave. Imam Shafiu si medhheb, edhe Ebu Jusufi si nxënës i Ebu Hanifes. E me rënditje njëherë është Ebu Jusufi, tani Imam Shafia, se ka qenë më i vjetër. Këta menojnë edhe thojnë se dalja e spermes jashtë trupit njerit e obligon guslin, pastrimin. Pa marrë parasysh a del duke pas njeriu epsh, apo del prej peshës tron të punës, që kjo ndodh në përditshmëri, që kam përmenë edhe mjekët edhe ulemoja herët, që prej peshës tron ka mundësi njeriu ka çrregullim. Dhe ka mundësi pos urines me dal edhe pjesë të spermes, dhe kanë diskutuar tash sperma ka dal jashtë, u bë njeriu gjunub apo s'u bë? Ebu Jusufi thot u bë gjunub. Imam Shafiu me komplet me dhejmin e vetë thot janë bë gjunub. Pse? Thot sepse Allah i madhru ka thonë, wa in kuntum junuban fattaharu, nëse jeni gjunub pastroni. Wa idha fadakhta al-ma'a faqtasil. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nëse ka dal uji, se spermës shëllati thënë uj, së është bazë e ujit, thot nëse ka dal uji me fuqi, merë abdes në fakt po laju, pra faqtasil, pastrahu. Dhe bazat e këta ulema është dalja e spermes. Trimet dhibe tjera, thojnë jo nuk është paqare vetëm dalja e spermes, po është paqare kur sperma del pej njeriut, duke qenë me epsh, edhe duke qenë me fuqi. Duke qenë me fuqi. Ndërsa pika nëmër 3 jenë dakërdu të dy palët. Cila është pika nëmër 3? Nëse sperma del jashtë organit, pra njeriu ka operacion ose shpim ose ngjaj shumë, që kjo është shumë e rrallë, po si debat, nuk obligohet, ose sepse s'është dalë nga zakoni, nga vendi i zakonshëm. Herë kaluar kush e kujtohet dersi, kur kemi folë për temën e kaluar, kemi thonë se gjërat që dalin prej njerit janë për rrugës normale, natyrshme, edhe janë për rrugës jo normale. Kur kena folë për daljen e gjakut, kur kena folë për urinën, për nevojat, kena thonë e kanë rrugën normale të daljes. Dhe nëse del diçka për në rrugët normale, e prish abdesin. Po nëse del jashtë rrugëve të nevojës, del gjaku i cili është i ndyt, po del në dorë. Nuk është normale, kjo është në pjesën e trupit, atëherë kanë thonë, nuk ngjehet, nuk llogaritet. Apo kujto që kemi mesele? E njëjta është këtu. Pra nëse sperma del për vendit që del zakonisht, bëhet njeriu gjunub. Po nëse del për trupit nxirret, sikurse mjekësia e nxjerr me shpresë ose ngjajshëm, atëherë nuk ka konsiderat, nuk llogaritet kur gjë. S'është kur gjë punë e saj. Andaj, me rumbullak su këtë pikë. Ajo që është më e saktë është se ulemat që kanë bë kusht
dalja e spermës me efsh edhe me fuqi këta kanë sakt. Sepse Rasulullah çka ka thonë? Idha fadakhta al-ma'a faghtasil. Nëse ka dal uji prej teje me fuqi, laju. Pra ka bë kusht fadkhun. Në shariat ulemaja ka thonë fadkhi është dalja e ujit ose e spermës me fuqi, jo veç thjesht. E Allah ka thonë në surën Tarik, bejnë subi vë të raj, kur ka tregu se ku prodhohet sperma, ka thonë del me defkan, me fuqi. Pra kur t'i bojmë i bashkë këdha jetet edhe hadith del që e ka bo Zoti kusht për më u konsideru dalja spermës gjunëblëk, pa tjetër me komës të dy kushte. Me dal, me shpejtësi ose fuqi, edhe me konë me epsh. Pra epsh me konë ai që ka nis prej piknisjes, jo thjesht pesha e ronë, ose smundja, ose ftofja, ose ngjajshëm. A kemi dakord? E nëse njeriu pra, ka kësi dalje të spermës nga trupi i vet, qoftë të konë gjumë, qoftë të konë zhut, qoftë me dëshiren e tij, qoftë pa dëshiren e tij, qoftë të meditu, qoftë të shiku, qoftë të bo marrëdhënie, cilën do qoftë, llogaritet se është bo gjunub. Pika nëmër 2. A konsiderohet gjunublëk nëse njeriu ka pas ejakulimin e spermës, me ato dy kushte që i thamë, mirë po, masi që është pastru, mas një kohë disa minutëshe, ose kohë, pa marrë parasysh mëso, pastrohet dhe den pe i banjës e shet që ka rjedh diçka pe pjesë e spermës që ka vetë më herët. Imam Shafia thët, edhe në këtë rast që kjo njëri o gjënë. Pse se Imam Shafia ka rregull, çdo spermë që del pi trupi. Çdo spermë që del pi trupi. Kurse, menimi më i sakt e që janë tri medhhebe, që shumica ulemave të kaluara tashmë thonë kjo nuk ka konsiderat. Pse s'ka konsiderat? Sepse aja pjesë e spermës që u donë masanej, a u konë me epsh? Nuk u konë me epsh. A u konë me fuqi daljes? Nuk u konë. Atëherë, thojnë nuk ka të lashe. Ashtë e kjo të ja? Orna? S'ka me. Dhe më nuk ka nevoj, sepse na u dakordum piken ma herët, u dakordum që sperma për më llogari që njeri është gjënëp, çka duhet? Me dal duke pas epsh edhe me dal duke pas fuqi. Tani këtu ka dal thjesht vetë që ka mbet në rrugën edhe nuk ka të lashe. E treta çka e shkakton, sepse kjo numër 2 nuk e shkakton, mirë po është si debat. E treta çka e shkakton gjunëblëkun është nëse njeriu në gjumë ejakulon spermën, pa marrë parasysh, a ka qenë gjatë gjumit me epsh ose pa epsh, ka mos njëri si kujtohet, ka mos si kujtohet. Ulemoja që gjithë, pa përjashtim thujse ka ixhma, që personi që zgjohet nga gjumi dhe ka vrejt spermën tek trupi i tij ose rrobat e tij, që ky njeri është gjunub. Ku është argumenti? Ka ardhur Ummu Sulejmin te gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Ummu Salama. Edhe Ummu Salama ka qenë prezent dhe ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe kjo gru Ummu Sulejmin po thot, o pejgamberi i Zotit, me të vërtetë Zoti nuk ka turp për asoj që është realitet. Pra, du më ta bëni pyetje që na është pyetje shumë detajzuar, shumë intime, mirë po për me mësu fejt marrë s'ka. Sepse ai që ka marrë, ai s'mësa fej. Sepse jetë pa përgjigje. Thot, a duhet gruaja me u pastru nëse në gjumë ka rrjedh sperma për saj, ose kur zgjuhe ka vrese, ka dal sperma. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, po, nëse thot e ke vrejt ujin. Tani na u dakordum që në shariat pejgamberi alayhi salatu wassalam sperma speciali ka thonë ujë. A u dakordum? Pra çfarë i thot Ummu Sulejmes? I thot po, nëse ti je zgjupe i gjumit dhe ke po shajat e spermas, atëherë duhet me u pastru dhe ky njeri është gjunub. Pa marrë parasysh ai kujtohet ose kujtohet, sepse në bazë të këtij tregimi
nuk është që i kujtohet Suleimet situata. Miro pejgamberi po ndrihet me çka? Me dalje. Pastaj thotë, situata tjetër, çka nëse një njeri ka po onër ose në gjumë që po der sperma, ose ka pos epsh në gjumë, ose ka pos ondër të situatës, mirë po kur është shupi i gjumit, s'ka vrejt sperma, s'ka vrejt ujit. Ulemaj e thënë, s'ka nevoj me u ladë, më s'ka nevoj me llogarit vetën gjunub. A i kuptum që të dy pika? Pra këtu është një detajizim e asoj që thamë fillim. Tem tjetër ose pik tjetër është se ai i cili është shupi i gjumit, edhe këto na përmendëm më herët, ai i cili është shupi i gjumit, nuk i kujtohet onra, nuk i kujtohet epshi, po i kujtohet veç kur del gjumi e shet që ka rrjedh sperma te ai. A duhet kë me ula, a duhet kë me e llogaritë në gjunub? Përgjigjja është po. Pse? Sepse në ondër ka dikush mundësi i kujtohet ondra, ka dikush që se kujtohet mirë, po situata me çka është? Me lidhen me daljen e spermës. Kur ke çut, na tham, çdo dalje e spermës nuk llogaritet veç nëse është me epsh edhe me fuqi. A tham kështu? Kurse në gjumë është e njëjta rregull? Jo. Nuk është e njëjta rregull. Pse? Sepse në gjumë ka një njeriu mundet me pas gjumin e rrallë dhe nuk i kujtohet, pas që kujtohet ondra. Dhe kur qonë sabah e shek ka dalë sperma, këtë duhet me qy vetëm daljen e spermës. Ose ai tjetri e ka po ondrën duke bo intimitet, po kur është qu, si ka po shet e spermës. Që i bjen? Kjo nuk është gjunub. Pra, aja që ka ndodhë në ondër nuk është argument. Aja që ka ndodhë qut, normalisht është dëshmi dhe argument. Pas kësaj, një si pyetje, personi i cili gjon diçka të lakt në organin e vet ose në teshat e veta, kur qohet pi gjumit, po nuk e din. A është medhjon, këna folna për medhin, ai lëngë që del pe i epsh, po jo sperm, ose ngjajshëm, nuk e din a është sperm apo jo. Që ky njeri nuk e llogarit veten gjunub. Pra se ka obligim guslin. Që dojnë disa prej detajizime që krejt që të i përmanu kalimit ose shkurtimisht në pikën numër 1. Shkojmë tutje. Për gjërave që e obligojnë, e detyrojnë njeriun me u pastru e që quhet njeri gjunub, është personi kur bën intimitet. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë kështu. Kur njeriu ulet dhe xhinet para 4 degzime, para 4 gjymtyrve, pra 2 durt, 2 kont, dhe afrohet individi tek bashortja vet, dhe afrohen 2 organet mes veti, atëherë thot obligohet pastrimi gusli, edhe nëse se ka akolu spermën. Që i bije se me përkthy ma trosh që thojmë na, nëse personi bën marrëdhënie me bashortën e vet, edhe nëse nuk del sperma, që ky njeri çka është? Gjunub. A kemi të qartë? Pra që kjo pikë quhet kur njeriu bën intimitet, po nuk ka ejakulim spermës. Atje tham na dalja e spermës, apo? Këtu edhe nëse s'del sperma, po për shkak të intimitetit obligohet pastrimi ose gusli. Pra, para neve kemi 2 gjëra që këto 2 gjëra e detyrojnë guslin ose që njeriu në gjunub 2 kryesore. Dhe nën këto 2 me pastaj ka pyetje dhe degzime. Nën ne është dalja e spermës, tu ka njëri qut ose gjum. Nën 2 intimiteti ose marrëdhënie bashkëtorë. Tek dalja e spermës është paqare me dal, me epsh edhe me fuqi kur është qut, kur është gjum, vetëm dalja mjafton. Tek intimiteti vetëm afërsia në kuptimin e marrëdhënieve. Marrëdhënia që ndodh, kjo detyron. S'është paqare a ka dorë sperma apo s'ka dorë sperma. A është e qartë dallimet? Që këto 2 janë ma kryesore, kurse këto tjerat janë në ndegzimet tyne. Për shembull, në ndegzimi i saj është kjo. Njeriu thot ka pas afërsi mes burrit edhe gruas, po organet nuk janë takuar në takimin që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Atëherë nuk detyrohet
nuk quhet gjunub, nuk detyrohet gusli, sepse s'ka pas marrëdhënie, ka pas vetëm afërsi trupore. A kemi të qartë? Tjetër, ulemaja gjithashtu kanë përmend në kodër të përgjithshme që çdo intimitet qoftë edhe në organ që Zoti ka kriju, po qoftë edhe në organin që Zoti se ka kriju për këtë punë. E që është kryera e marrëdhënieve mrapa, edhe kjo detyron guslin, sepse ulemaja kanë shikuar nga aspekti i guslit, ndërsa na tonë dim që ajo është një vepër e shëmtuar, që Ibn Abbasi ka thonë kufër. Mirë po kjo është në kontekstin se çka llogaritet guslit, çka ju. Tani një pyetje më e rëndësishme është që njeriu që ka ecë me ta njëna për këtyne punëve, ose është bo gjunub qut, ose gjunub në gjumë, ose ka bo marrëdhënie ose ngjashme, personi i tillë a obligohet me ula me njëherë? A obligohet me ula me njëherë, apo mjafton që ky njeri mos mjafton me prit namazin derisa të vjen? Shembull, njeriu bëhet gjunub mas yatsis, a bën me flaj ashtu deri sa bëhej, apo me ula me njëherë? Ulemaja kanë thonë lejohet për te me evonu. Sepse Omeri radiallahu anhu ka pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, o pejgamber i Zotit, a bën njeriu me nejt gjunub? A ndërgjën fjallën? A bën njeriu me nejt gjunub? Deri sa të vjen ai namazi tjetër. Pejgamberi ka thonë lejohet, edhe mundet njeriu me nejt gjunub, por është mirë me marrë abdes. Dhe kur kena fol për abdesin, kena fol për këtë situatë, pse me marrë abdes. Shkaktar tjetër që e shkakton pastrimin ose guslin është çështja e grave që i nalen të përmujshmeve ose menstruacionet, ose që i nalet lehonia, pra gjakderdhja. Sepse sot gjakderdhja nuk ka namaz, edhe nuk ka agjerim, pra nuk ka adhurime, dhe në momentin që ndërpritet gjakderdhja, atëherë obligohet me bo pastrimin. Pra kush e obligon pastrimin? Hajzi dhe nifasi. Dhe e funit, si çështje, nëse njeriu gjatë një procedurë të kohës është bo gjunub 2 herë, 3 herë, 4 herë. A llogaritet kjo? E çish mundet me kom kjo? Për shembull njeriu ka qenë gjunub, bën marrëdhënie prap, apo të bo gjunub. Gjunub mi gjunub. A llogaritet shariat? Ulemaja thonë jo. Ulemaja thonë jo, gjunub llog është një herë, ka të lash nëse njeriu e ka përsërit veprimin. A kemi të qartë për çfarë fjala? Që kjo ndodh që njeriu mos më u habit me thonë do të më la 2 herë ose 3 herë. Pastrimi është një herë, edhe gjunub llog është një herë, edhe nëse bëhet veprimi 2 herë, 3 herë, e kështu me radhë. Tani, këto kanë gjërat çka e detyrojnë pastrimin ose guslin, ose çka nuk e detyrojnë. Me këto detajzime që i thamë. Tani kemi një kapitull i cili thotë cilat janë rastet që neve si musliman preferohet me ula, preferohet me bo gusl, po nuk është obligim. Na dhe tash falem çka e detyron me bo gusl, është obligim. Tash pyetja është, a ka situata kur ti obligim se ki, po ki qef me ula sepse është sevap? A kuptoni kështu? Pra i thonë gusli mustahab, se gusli i pëlqy. E para për ty është kur ndëgjon ose sheh që një njeri ka qenë jo musliman dhe u bo musliman. Hambeli thonë është obligim. Hambeli thonë kusht. Sepse njeriu ka dalë pej kufrit, ka dalë në islam, ky duhet me ula. Ulemaja tjerë ka thonë jo, nuk kemi argument që detyron atë që ka qenë pa besimtar është bo musliman me ula. Mirë po është mirë. Është problem, pse se me hjek edhe figurativisht atë që ka qenë kufër. E dyta, personi i cilit i bjet fikt, ose personi i cilit i humenja, ka raste që njerëzit ose në pleshni, ose në pismunjës, ka ndoshta me minuta, ose me orë i hu vedia totale. Që ky njeri kur të kthehet në vedije, që ky njeri kur të kthehet në situatën e shëndetit, është mirë me bo pastrim. Pra se ka obligim, po është sevap, është mirë me bo pastrim. E treta, njeriu që pastrohet ditën e xumës. Pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka përmend që pe veprave të mira që bën njeriu ditën e xumës edhe mula. Kur e rrokja koha e xumës prej të ajtës mbrëmje, prej natës së xumës deri kohën e xumës. Është mirë dhe sevap me boni pastrim.
Gjithashtu me u pastru për ditët e Bajramit, Bajramin e madh dhe Bajramin e vogël. Gjithashtu me u pastru nëse ka mundësi. Ai që e pastron kufomën ose xhenazën. Shembull, ti ndodh ai herë merr pjesë në pastrimin e xhenazës. Është mirë nëse ki kohë, nëse ki hapësirë, me u pastru vetë. Por ndryshe nuk është obligim. Pa është obligim marr abdes, është e njëjta dispozit. Mirë është me përsërit abdesin, po abdesi s'u ka prish. E kemi të qartë? E gjashta është nëse njeriu don me vesh ihramin. Zakonisht pej Medinës ku shkojnë për në Mekë, është një xhami e madhe që ka tusha shumë, ka banjë shumë, që njerëzit me u la, s'është sunet, është vepër e mirë, para se me vesh ihramin. Por obligim nuk është. Gjithashtu është vepër e mirë njeriu kur hyn Mekë. Por omës së haxh është mirë nëse i ka mundësit me u la. Gjithashtu me u la edhe me u përgatit për ditën e Arafatit. Këto janë pra disa situata që është mirë njeriu me u la nëse ka mundësi, por nuk është obligim. Dhe ka emnin situatat që pëlqehet me bo pastrimin. Pika numër 3 ose kapitulli numër 3 brenda guslit, edhe kjo është shumë e rëndësi dhe me këta rrumbullaksohet thuje forma e guslit. Kjo quhet qysh duhet me marr gusl. Forma, qysh duhet me marr gusl. Ose farzet e guslit. Cilat janë farzet e guslit? Disa ulema kanë thonë është njeti. Është me pastruar çdo pjesë trupit, vogël e madhe, çdo imtësi detaj. Me pastaj kanë thonë me hjek naj pa pastërtinë ose xhinet. Me pastaj me pastruar gojën edhe hunën. Me emlu avretin pe i tjerë, normalisht më la ku duhet. Disa tjerë i kanë kufizuar në 2. Disa tjerë në 1. Çush është stata? Shumica e ulemave e që thuje gjithë e kanë bë kusht njetin. Personi i cili është gjunub, para se me e hjek gjunub llokun, para se me ulo duhet me pos njetin. Se po hin me ulo për me hjek gjunub llokun. Që i bie se nëse ti si individ ka lënë pra një lumit ose pra një bazen ose pra një tube me ujë, edhe gjuhësh në atë bazen, edhe del. Po ti se ke pas me menim me hjek gjunub llokun. Personi që ju konë gjunub, a ju ka hjek gjunub lloku? S'ju ka hjek. Pse? S'ka mos njetin. Pra që kjo është pej pikave kryesore që duhet në përmen. Pej farzave, kushteve të guslit është me pos njet. E dyta, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, vepra vlerëson sipas njetit, vepra pa njet s'ka. E dyta ka thonë, me shku ujë në çdo pjesë të vogël e të madhe të trupit. E në qëto janë tonë, kretë ulemoja kanë qëtë kusht. Se pak të zbën. Sepse vetë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, ose sahabia ose gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasallam ka përmend thotë, kana an-nabiyyu yufidu ala ra'sihi al-ma thumma yufidu ala sa'ir jasadihi. Thotë e ka hudh pejgamberi zot ujin mbi kokët vet 3 herë me atazën, me ato që ka pas. Thot me pastaj çdo pjesë trupit thot e ka la. Pra s'është met asnjë vend pa u stërpik, pa e përfshi uji. E që kjo është për kushteve ma kryesore. Pra, por me e pastru trupin në çdo detaj, është kusht sipas gjithë ulemave dhe këtu nuk ka tolerim. Kurse sipas shumicës ulemave është kusht edhe njeti. Dhe kjo është e saktë. Se pa njet nuk bën. So kushte u bënën 2. Kushti i tretë, i cili është diskutuar shumë mirë, po aja që është më saktë për morën, kushti i tretë është pastrimi i gojës dhe i hunës. Hanefit si medheb, edhe Hambelit, medhebi i parë dhe i katërt thonë, bashkë me pastrimin e trupit edhe me njetin duhet me kono pastrimi i gojës dhe i hunës. Pra me fut ujin në gojën edhe në hunë. Pse? Sepse ti, kur të lash këtë trupin, goja është për trupit, huna është për trupit. Kurse gjëra tjera si sytë kështu më radhë nuk ka të lashe, sepse lahen për mi, ndërsa mrena nuk është kusht. Shafit edhe Maliki thonë jo nuk është obligim. I kujtohet të abdesi kur këna fol? Kush ka qenë? Kemi thonë se Shafit edhe Malikit
Sikur se edhe Hanefit thojnë pastrimi i gojës të hunës është sunet të abdesi. Pra nuk është obligim. E na kemë thonë ma me vene kanë Hanbelit se pejgamberi asnjëherë alayhi salatu wasallam nuk ka marrë abdes veç se ka pastruar gojën edhe hunën. S'ka ndodhur herë me lon. Edhe ka hadithe kur pejgamberi ka thënë alayhi salatu wasallam kur merr abdes pastroj gojën, pra obligim, pastroj gojën. Tash pyetja është, nëse në abdes merr pastruar gojën edhe hunën është obligim. E në gusl është kjo pyetja ja. Nëse me marr abdes është obligim me pastruar gojën edhe hunën. A është obligim në gusl me pastruar gojën edhe hunën? Normalisht do të më thonë më shumë, sepse njeriu kur merr gusl, gusli është më i madh, a abdesi është më i madh? Cili është më i madh? Gusli e pastron këtë trupin, abdesi vetëm disa pjesë. Nëse na po e obligojna pastrimin e gojës edhe hunës në gusl që është punë e vogël, ose adhërim më i vogël. E qysh mos me bë obligim në atë që është më i madh? Kretu ulemoja janë dakord që ai i cili hin me ula, ka marr gusl, ai ka edhe abdes. A ke qartë? Ti e ki njet me hi me ula. Edhe e ki njet që kur të lahesh me pas abdes. Je hi e la, a ki abdes? Po, pse ki abdes? Logjike thjesht, se gusli, pastrimi është më i madh dhe i madhi e merr të voglin. Ashtu, logjikisht edhe fetarisht. Tash pyetja është për Malikit edhe për Shafit. Qysh është e mundur në abdes me kon obligim pastrimi i gojës së hunës e mos me kon në gusl? Andaj pastrimi i gojës dhe i hunës është obligim në gusl. Sa kushte u banën? Sa obligime u banën? Pra 3. Me bën jet, me pastruar gojën edhe hunën, edhe me la krejt trupin në detaje. Qito janë 3 kushte që pa qito 3 kushte nuk quhet gusli gusl. Që i bie se, nëse ti ndodh ndonjëherë, je hi mola, ke harru që je gjunub, edhe ke dal. Kur po thëna ke harru që je gjunub, i bie që si ke bën jet. Kur je dal, a je gjunub, a je i pastër? Je gjunub. Sepse gjunubllokët për mu hjek pej teje duhen 3 kushte. Cilat janë? Njeti, pastrimi krejt trupit, edhe pastrimi gojës edhe hunës. Ti ke hyje la, po njetë se ke pas. Ti halaje me gjunub. Edhe nëse la është 1 milion herë. Kjo një, e dyta. Kjo që ndodhë mas shpeshti. Personi hin lahat e bën njetë, është gjunub, e bën njetë me hjek gjunubin. Hin lahat, krejt po haron me pastruar gojën edhe hunën. Edhe del. Sa me bo këtash? I kujtohet mas u dal. A me u këthi me mora abdes? Me u pastru apet? Detyrimisht bje që po. Por ulemoja kanë thonë kështu. Ulemoja që obligojnë pastrimin e gojës së hunës, se thamë 2 mëdhëve se obligojnë hiç, po si pastrimi që obligojnë thënë kështu. Nëse ti je pastru, edhe ke pas njetin, edhe ke la këtë trupi, po gojën e ke harru për shembull. Ke harru me pastru gojën. Ose gojën është pastru, s'është ma let, po hunën. S'është ma vështirë, duhet me të kujtu. Ke harru, je dalë, thoi, nëse je halon banjo, nëse je të fshi, nëse je të vesh, veç pastroj gojën edhe hunën edhe je tamam. Pse? Sepse kretu ulemoja thojnë, nuk është obligim rënditja. A ju kujtohet rënditja të abdesit që na debatu? Edhe të abdesi e ka pas mendimin që nuk është rënditja obligim. Por ndryshe, ulemat tjerë kanë bë obligim të abdesi. Kurse te gusli kret ka thonë nuk është obligim rënditja. A e pastron njerë kokën, e tani komt, a fillon pe komve, nuk ka të lashën gusl. Me nësi me la krejt trupin me pas njet edhe me pastruar gojën e hunën. A keni të qartë? Kjo është mesele e rënditjes. Tash individi situation e ka bën njet me hjek gjunubllokun, është hi është la krejt, po ka harru me pastruar hunën. Kur është dal, ka fillu me ushqi dhe me vesh, nëse i kujtohet që tash e pastron gojën e hunën. Çai bën i bën që ja ka hu pranin. Po me ja hu pranin në gusl nuk prish fund. Gusli është tamam. Po nëse individi ju ka kujtuar mas 1 sahati, mas 2 orë, mas 3 orë, çfarë do të bëj? A do të më kthy ula?
E tani disa ulema ta japin një opsion, thonë, po ec me menimin e Shafive dhe Malikive, masi ka argumente që bën abate. Mirë po, kjo nuk është shumë në rregull sepse ti pe merr ato që më lehtë. Për ndryshe, argumentet kallëzojnë që goja dhe huna, pastrimi i gojës dhe hunës është farz, obligim në gusl. Nëse si ke la, tu është me përsërit guslin. E pse tek njeti nuk dham opsion tolerancë, sepse te njeti thonë këtë ulema që pa net zban. A te pastrimi i gojës dhe hunës janë dy mëdhëve që thonë është obligim, dy mëdhëve thonë që s'është obligim. Çka menojnë këta Malikit e Shafi që thonë s'është obligim? Çka kanë për qëllim? Kanë për qëllim që s'kem hadith. Kurse këta që thonë është obligim me pastru gojën e hunën, është një hadith që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, ai që është gjunub duhet me deportu ujin në çdo fije qime të gjunublokut. Kanë thonë, kur hadithi po thotë me deportu në çdo vend, në çdo kime, mjekër, ose qime gjoksit të trupit, i bie që goja dhe hune janë pjesë trupit. Këtu i kena obligim i pastru dhe në abdes, se në është paqare. Pra, kuptoni debatin? Debati është se a me punu me qitë hadith qështu? A me punu me krahasimin me abdesin, apo s'kem hadith dhe lan? Pra, tek pastrimi i gojës së hunës është debat. Kurse tek njeti, tek pastrimi i trupit atë s'ka debat. A ja kemi të qartë? Si do qoftë, aja që është mas rahati, mas mire është, mos me harru. As njetin, as pastrimi i gojës së hunës. Nëse harron, me të kujtu sa ma fillim. Se për ndryshe, duhet me përsërit guslin. Çiki është aja që është mas me nësien guslin. Tani, keme përmen që shpejt edhe shkurtimisht, nëse këto trija ka kanë obligim, tjera çka janë vepër e mirë sunet. Cilat janë ato? Kur hin me ula me bërë gusl, me thonë bismillah. Sepse pejgamberi na ka mësuar alayhi salatu wasalam që prej suneteve të guslit dhe suneteve të jetës është, me thonë bismillah për çdo punë të mirë. Po titulli i këtij paragrafi është sunetet e guslit. Cilat janë sunetet e guslit? Që është mirë me i bë, është sevap me i bë, po që si bën gusli është në rregull. E para, me përmend amnizoj me thonë bismillah. E dyta, mi pastru dur deri në nyje fillimisht. Para se me hudh këtë trupin. Nën tre, me e pastru organin. Para se me e lo këtë trupin. Këtë hapa praktik që i ka po pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nën katër, me marr abdes. Ti je gjunub, merr abdes. Tani fillon me lo këtë trupin. Nën pesë, me e pastru kokën fillimisht, tani pjesë tjera trupit. Me fillu prej kokës. Me pastaj, ku ka qime ose mjekër ose flek, me bo kështu. Pra me në farforme të grithjes ose të që me deportu uji, sa ma lehtë dhe sa ma mirë. E radhës ose gjashta që vjen, me fillu nga ona e djath tek ona e majt. Dhe kjo është sunet, sikur ke njeriu me taz me ula ose me tush, me fillu nga ona e djath, kjo është sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam. E shtata, me bo fërkimin. Pra, na tham se njeriu kur të gjun ujin dhe uji e përfshin ose hen bazen e përfshin këtë trupin, u bë gusli. Amo fërkimi është mirë. Fërkimi është sevap, ose kështu gishtave, ose vend ku ka qime që me deportu uji, me bë fërkimin. Me pastaj është vepër e mirë dhe është sunet me rujt rënditjen. A ku çfarë rënditja? Rënditja është me bë me rënd. Pra mas pari me pastru kokën, tani fytyrën, tani trupin. A lejohet pe konve? Lejohet. Amo është vepër e mirë, është sunet me bë me rënditje. Sipas asaj që ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, sipas këtyre hapave që përmendëm tash. Dhe e fundit është që mos me pastru një herë kokën, e tani mu merr me diçka, e tani me vazhdu pjesën tjetër të trupit. Kur thjesht më lohin lohesh, tamam, sepse çka mesele këtë kohën tonë ndodh shpesh. Çka mesele në kohën tonë ndodh shpesh sepse njeriu hin late, nashta e lan gjysmën e trupit, nashta heqë e merret me telefonin, një gjysmë sahati ka përcen telefonin tani, kthehet prap, ulemaja thonë, është mirë me kon më një herë. Ka himulo, mos më ndërprej. Këto janë sunetet. Këto janë sunetet e guslit. Dhe pika e fundit që kam vetë është se njeriu kur është gjunub, dhe i tash folëm çish me ula.
Po para se më ulon njeriu sa është gjunub, çka i lejohet e çka si lejohet? Në nuk i lejohet më fal. Në ndë nuk i lejohet me bota tavaf, as me hin me ke hiç, më hanë këtë fjalën. Çabe. Në tre nuk i lejohet me nejt në xhami. I lejohet me ecë, me trupu nëse është nevoja ose me hi me marr diçka. Por nuk i lejohet gjunubit me nejt ul në xhami. Nuk i lejohet me prek Kur'anin ose mushafin. Nuk i lejohet me lexu Kur'anin. Këto janë sipas katër mëdhëve. Kurse disa dietarë më të vështirë kanë thonë lejohet me lexu Kur'an, sepse nëse njeriu të zgjodhë në blloku, ka njeri që nuk mëson me ai ka 3-4 sa pa lexu Kur'an. E thonë argumente s'ka. Ndërsa grupi tjetër ulema thonë argumente ka, sepse Allah ka thonë Kur'an nuk e prek Kur'anin veç ai që është i pastërt. Pra gjunubi nuk e prek e as nuk e lexon. E gjashta ose pesta me radhë, cila bie është e papëlqyeshme njeriu duke qenë gjunub me ulon një bazen ku s'lëviz uji. Domthon bazeni është s'lëviz uji, është një vend. Pse se ajo kujtohet kur kanë folur pa pastërti nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mos të hyn ose të gjuhet në bazen ose në ujë që s'lëviz, ai që është gjunub. Pse çfarë tursia? Se nuk është e heshme. Se uji s'po lëviz, po jetë. Por ndryshe nuk është haram, nuk është ndaluar, po nuk është e pëlqyeshme. Çka preferohet për atë që është gjunub? Preferohet me marr abdes. Po, njeriu po do më nejt 2 orë, 3 orë gjunub po pritet mula. Po është mirë me marr abdes. Kur të hanë, kur të pene, kur të flane. Është mirë me mos abdes. Kjo është vullnetarizëm, është problem. Dhe çka është dispozita e atina i cili është gjunub natën, çohet han syfër, edhe do të më shty sabahin. Po edhe 5 minuta fillon agjërimi. A keni çfarë pyetje? Po njeriu është në syfër, është gjunub. Han syfër, del koha e syfyrit, ka hi koha e sabahit. Kjo është gjunub. A lejohet me agjëru gjunub? Lejohet me agjëru gjunub, se gjunub ka herët. Ka njeriu gjunub, duke qenë çu gjatë agjërimit e prish agjërimin. Po me kon para prakisht nuk ka të lashe. E çka është puna e tij i cili është gjunub dhe djersitet, ose pështyme e tij, ose djersa e tij, ose prekja e tij, që të gjitha janë të poqa. Sepse pejgamberi ka thonë alayhi salatu wassalam, kur Abu Huraira e ka po pejgamberin sakak në rrugë larg, ka ik edhe pejgamberi kur ka takuar ka thonë Abu Huraira pse ike? Tha pejgamberi Zoti jam kon gjunub, s'u dosh me të fol duke kon gjunub. Pra s'u dosh me ta dhon dorën me të kapur shafe. Edhe i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Abu Huraira muslimani nuk bëhet i ndyt. Muslimani është i poç. Edhe kur është gjunub është i poç. Kështu që individi si individ është i poç. Muslimani si musliman është i poç. Edhe kur është gjunub. Mirë po i ndalohen do gjona që i përmendën. Sikur namazit, tavafi, leximi i Kuranit, prekja e Kuranit e kështu me radhë. Çto janë çka kanë lidhje me guslin më kryesorët, Allahu Teala dhe mësmire, walhamdulillahi rabbil alamin.